Vuani nga dhimbja e kokës. Përgatisni këtë recetë dhe do të shpëtoni. Njerëzit të cilët vuajnë nga migrena e dinë se është një dhimbje e tmerrshme nga e cila fatkeqësisht nuk do të shpëtojmë. Migrena mund t'ju shqetësojë, mund t'ju shkatërrojë jetën. Ajo është edhe më e keqe nëse nuk dini se si ta kontrolloni. A kush e di se ekziston një zgjidhje praktike për të lehtësuar çështjen tuaj? Metoda e propozuar është gjithashtu lehtësuese. E gjitha që u nevojitet është kripa dhe lëngu i limonit. Të parën që përzgjidhni, zgjidhni kripën e Himalajës sepse është shumë e pasur me minerale. E përzieni me limon dhe gjithashtu mund ta aplikoni atë edhe në pijet tuaja. Kjo do të forcojë sistemin nervor, do të normalizojë balancën e thartirës alkaline në organizëm, gjë që do të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës dhe do të përmirësojë gjendjen tuaj aktuale dhe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër dhimbjeve të forta.